Gjatë 3 ditëve të fundit, Rusia ka dërguar mbi 1000 dronë dhe raketa për të bombarduar qytetet ukrainase, veçanërisht Kievin, duke shkaktuar vdekje dhe shkatrime të mëdha. Kjo është një përshkallëzim i rëndësishëm në një kohë kur sipas Donald Trump, Rusia dhe Ukraina duhet ishin duke negociuar për t'i dhënë fund luftës. Askush me mendje të kthjellët nuk i besoi as për një çast fjalëve të presidentit amerikan pas bisedës telefonike me Vladimir Putin javën e kaluar. Ato tingëllonin më shumë si një braktisje e Ukrainës. Në atë moment e krahasova Trumpin me Pontius Pilatin, që lanë duart nga përgjegjësia, dhe vërtet, vetëm kur Volodymyr Zelensky shpreu hapur shqetësimin për heshtjen e SBA-ve përballë përshkallëzimit brutal të bombardimeve, Trump doli nga letargjia e tij për Ukrainën me një postim të papritur në X. Putin ka dalë krejtësisht jashtë kontrollit, shkroi ai, duke shtuar se diçka i ka ndodhur, sikur sjellja e presidentit rus të ishte bërë papritma si racionale, kur në fakt ai po vazhdon një luftë që e nisi mbi 3 vite më parë. Donald Trump shpesh përdor fjalën humbës për të përshkruar njerëzit që përpuz dhe kurrë nuk dëshiron që kjo fjalë të lidhet me të. Megjithatë, Putin sillet sikur fjalët e Trump të mos kenë asnjë vlerë, duke rrezikuar ta bëjë atë të duket si pikërisht një humbës. Kjo shpjegon habin e presidentit amerikan ndaj sjelljes së mikut të tij rus, një koment që zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov të hënën e cilësoi me sarkazëm si rezultati mbi ngarkesës emocionale, përpjekje për të shpëtuar fytyrën. Për të shtuar dozën, Trump hodhi edhe një thumb ndaj Zelenskit, viktimës së të gjitha atyre bombardimeve, duke thënë se ai flet shumë. E gjithë kjo do t'ishte patetike dhe e kot, nëse nuk do t'ishin në lojë çështjet e luftës dhe paqes në Ukrainë, të jetës dhe vdekjes. Dështimi i Trump, i cili pretendonte se do ta zgjidhte konfliktin Ukrainas brenda 24 orëve, është i plot. Presidenti i Shteteve të Bashkuara sapo është sfiduar hapur nga Vladimir Putin dhe tani po përpiqet me dëshpërim të shpëtojë fytyrën. Nga Vietnami, ku ndodhet për një vizitë, presidenti francez Emmanuel Macron shprehu shpresën se zemrimi i Trump do të kthehet në veprim. Me fjalë të tjera, duke vendosur sanksione më të ashpra kundër Rusisë, siç Trump duke i gatshëm të bënte 10 ditë më parë, nëse Putin refuzonte armëpushimin dhe negociatat, ja ku jemi dhe Trump ndodhet në një pozitë të vështirë. Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi të hënën se përballë përshkallëzimit të rus nuk ka më kufizime për përdorimin e raketave perëndimore të dërguara në Ukrainë, përfshirë mundësinë që ato të përdoren në territorin rus. Nëse kjo konfirmohet nga amerikanët, do të shënonte një pikthese të vërtetë. Merz nuk pranoi të sqarojë nëse Gjermania do të dërgojë raketa Taurus, të cilat paraardhësi i tij Olaf Scholz refuzoi t'ia jepte Ukrainës, shkruan World Crunch, duke thënë se nuk dëshiron t'i japë Rusisë informacione specifike, një qëndrim që duket se lë të kuptohet një përgjigje pozitive. Udhëheqësi gjerman parashikoi se lufta ka gjasa të zgjas edhe për një kohë të gjatë. Rrumbullakimi i boksit në EA Trump me Putinin ka përfunduar. Është më shumë se një pengesë, është fundi i iluzioneve për aftësinë e tij për të riformuar botën vetëm me vullnetin e tij. Vetë të shihet se çfarë mësimesh do të nxjerrë ai nga kjo për Ukrainën dhe për botën.